Kur dikush vjen edhe thot, nejta me filonin, nejta filon veni, edhe theke për ty qështot, kur dikush thot qështot, qështë do shmë sillte? Një njëri ka ardhë tek Hasan el-Basriu rahimullah. Hasan el-Basriu njëri maqëm, është rrit në shpinë e grusë së pejgamberit Ummu Selemes. Mënaj, qysh ka pas mundësi me dalë pas i edukuar, e i formuar, e i menqur, e i urt, nga se në këtë shtëpi është rrit. Hasan el-Basriu rahimullah. Një njëri i tha, o imam, o hoxh, isha filën veni dhe njoni s'la sen pa thonë për ty. Cili ishte reagimi i këti? Tha, e ma wajgjede shejtanu beriden gajrek, a nuk gjetë shejtani postjer tjetër posteja, atëja i që i banë postat e shejtanit? Pse banë këtë post? Pastaj e tha një fjallë shumë të madhe. Kjo që e thash është shumë e madhe, po e tha një halama të madhe. Qëka është halama e madhe? Tha, ai që ta sill detë të një fjallë që ka mundësi me konë gënjeshtër, e merë për ti një fjallë që është e vërtet. A ndodhë që shtot? Po. Vjen thot, ka thonë filoni, nështë a i s'ka thonë që shtot? Nështë a s'ka thonë heq? Nështë a ka thonë, po jemi këtë kuptim? Apo vjen aja sill që është dënë vetë verzionin. Në këtë rast, a gënjen? Po gënjen. A mashtran? Po mashtran. Malli që ajta ka sill ty është malli mashtrimit, malli gënjesht, është malli fals. E ti kur t'ja këthen, thush, e kom di që ai s'e kom buri mirë kur. Apo e kom di që e kështët, ti ta shti që ka për jep, a për falsa për jep original. Jo për jep original, tamam fjallë, tazët, mira, vërteta, që ajta është me shku atje. E qysh e blen njëri gënjesht me të vërtet? Qysh e blen njëri mashtrimin me realitet? Qysh e blen? Së ndodhë shtë, dhe mos bëj viktime njerëzve të tillë. Ai që ta bjen një fjallë, mos merr për ti jepë. Mos merr për ti. Mos e përhapni të keqen. Munoni me afro punët. Ose nëse mund do të këtë thonë, thuj, nështë ta konë nervoz. Nështë ta një me dikun së cjena marrë vesh, gjeja vlau të në arsyet, e ju me një fjallë komplet pa vërtet, ose 10% e vërtet, 90% e trilluar, të ndërtojmë qëndrime kashi njëritin nga se kjo është e keqe. Edhe këta njërësi që realisht i atësajnë raport mes njerëzve, edhe atë pak dashti që ka met mes njerëzve, tentojnë me zbe. Edhe atë pak unitet, tentojnë me rënu. Fatkeqësisht, këta e në argat e shejtanit. Për këtë arsye tha pejgamberi, këta e njerëz më të këqij, Allahu na ruaj prej sherrit tyre.